Kemi siguruar pamje ekskluzive të arrestimit të 3 personave të cilët janë përfshirë në keqpërdorimet me shpronësime në komunën e Graçanicës. Këto hetimet të cilat po udhëhiqen nga prokurori i Prokurorisë Speciale Drem Paca kanë rezultuar me arrestimin e 7 personave përfshirë ish ministrin e Zhvillimit Ekonomik. Në vazhdim, pamjet të cilat do t'u prezantojmë tregojnë momentin e arrestimit në flagrancë të Shaban Tërbunjes, Bedrit Dibranit dhe Goran Llaziçit. Pra siç po shihet në pamjet të cilat i kemi siguruar nga kamerat të cilat ishin në vendin e ngjarjes, shihet Shaban Tërbunja, i cili është duke lëvizur pra drejt kësaj veture, Goran Llaziç dhe Bedrit Dibranit, të cilët qëndrojnë prapa Shaban Tërbunjes disa minuta. Pra, Shaban Tërbunja lëviz i pari, futet në këtë veturën këtu që është e parkuar, ulet në vendin e ngasësit të veturës, ndërkohë Goran Llaziç dhe Bedrit Dibrani vazhdojnë të qëndrojnë disa metra larg veturës dhe vazhdojnë pra të bisedojnë. Shaban Tërbunja qëndron në veturë për disa minuta, shikon telefonin, pastaj e fut telefonin në xhep dhe mbyll derën e veturës. Ndërkohë në këto momente, pra Goran Llaziç dhe Bedrit Dibrani vazhdojnë të qëndrojnë jashtë veturës duke biseduar. Ndërkohë ky moment është pra kur, siç po shihet në pamje, dyshohet se Shaban Tërbunja ka nxjerrë një shumë të caktuar të parave, është duke i shikuar dhe vazhdon pra të qëndroj në veturë. Në këto momente, pra Goran Llaziç dhe Bedrit Dibrani afrohen afër veturës. Goran Llaziç futet krah Shaban Tërbunjes, ndërkohë Bedrit Dibrani ulet në pjesën prapa. Po sa futet Goran Llaziç në veturë, Shaban Tërbunja nxjerr shumën e caktuar të parave dhe siç po e shihni në pamje, pra i dorëzon, momenti kur i dorëzon tek Goran Llaziç. Ky është momenti kur Goran Llaziç i pranon parat dhe fillon t'i numëroj. Pra mund ta shihni edhe në mënyrë paksa më të ngadalësuar. Goran Llaziç është duke i numëruar parat, derisa procesi i numërimit të parave pra ka përfunduar. Dy vetura civile të Policisë së Kosovës afrohen momenti kur pjesëtarët e policisë afrohen, i nxjerrin nga vetura Shaban Tërbunjen, Goran Llaziçin dhe më pas Bedrit Dibranin, i arrestojnë, pra janë duke i kontrolluar. Goran Llaziçin e shtrin në tokë, ndërkohë Bedri Dibrani pra urdhërohet të vendoset në pjesën prapa veturës me duart lart dhe është duke u kontrolluar nga pjesëtarët të Policisë së Kosovës, ndërkohë këtu qëndron Shaban Tërbunja pra në këtë pjesë. Dhe këto janë pamjet pra të arrestimit dhe kapjes në flagrancë të 3 personave të cilët dyshohet pra se janë të përfshirë në keqpërdorime me shpronësime në komunën e Graçanicës. Kemi provu me kontaktu me avokatët mbrojtës të 3 të dyshuarve të cilët shihen në këtë video. Megjithatë, avokati i Shaban Tërbunjes ka qenë i paqasshëm pavarësisht insistimit tonë. Ndërkohë avokati Goran Llaziçit dhe i Bedrit Dibranit nuk kanë pranuar t'i komentojnë pamjet, pasi që sipas tyre këto pamje nuk i kanë parë. Me 18 dhjetor me urdhër të Prokurorisë Speciale u arrestuan 7 persona, përfshi dhe ish ministrin e Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili. Ata po dyshohen se kundërligjshëm kishin arritur marrëveshje për ujdim gjyqësore në një procedurë kompenzimi të shpronësimit për ona këto, të cilat sipas Prokurorisë Speciale ishin të kompenzuar vite më parë. 2 muaj pas ishte arritur ujdia gjyqësore mes avokaturës shtetërore dhe palëve nga thesari i shtetit në llogarinë e avokatës së ish-ministrit Ismaili, Melinda Bllata Dibrani, u transferuan 220.000 euro.
Sipas prokurorisë, nga këto 210.000 euro transferuan fillimisht tek ish-ministri, i cili më pas i transferoi tek Bedri Dibrani, e që më pas mjetet financiare të ndaheshin mes të dyshuarve të tjerë varësisht prej kontributit të tyre në rast.